tingëllon e njohur kjo ndjesi? Pak i plogësht, duar e këmbë gjithmonë të ftohta? E di, shumë njerëz i hasin këto shenja dhe thjesht mendojnë, pjesë e plakjes. Por e vërteta është shumë më interesante dhe na jep më shumë fuqi se ç'mendojmë. Dhe këtu gjërat bëhen interesante. Trupi ynë ka një mekanizëm të jashtëzakonshëm të integruar për të na ndihmuar pikërisht me këtë. Është një sistem që shpesh e quajnë zemra e dytë. Po çfarë është kjo zemër e dytë? Nuk është ndonjë organ sekret, jo, janë thjesht muskujt e këmbëve, sidomos pulpat. Mendoje pak, ato janë projektuar enkas për të ndihmuar në pumpimin e gjakut lart kundër gravitetit për ta kthyer atë te zemra jone vërtet. Kur i aktivizojmë siç duhet, ato luajnë një rol absolutisht vendimtar për të pasur një qarkullim të shëndetshëm gjatu në të gjithë trupin. Dakor, por pse ka kaq shumë rëndësi e gjithë kjo? Për ta kuptuar, le t'i hedhim një sy se çfarë bën konkretisht një qarkullim i mirë gjaku. Imagjinojeni sistemin e qarkullimit si shërbimin postar më të themsor të trupit. Një shërbim që punon pa ndalim 24/7 duke quar pakot jetike me oksigjen dhe lëndë ushqyese në çdo qelizë, organ dhe ind. Dhe nuk është vetëm kaq. Ai bën edhe pastrimin, duke larguar mbetjet si acidi laktik. Pra, mban gjithçka, nga trurit e muskujt e zemra në formën më të mirë të mundshme. Por, me kalimin e kohës, këto autostrada të trupit ton mund të humbasin pak nga elasticiteti i tyre, mund të ngurtësohen. Kjo e bën punën e zemrës shumë të vështirë, dini, sepse i duhet të pompojë gjakun me më shumë forcë. Ky ngurtësim arterial është një faktor kyç për qarkullimin e dobët. Por, dhe kjo është pjesa më e bukur, lajmi i mirë është se kjo gjendje mund të përmirësohet. Atëherë, pyetja kryesore është si e aktivizojmë këtë zemrën e dytë? Si i mbajmë arteriet tona fleksibil? Gjithçka lidhet me disa lëvizje shumë specifike. Tani, të jemi të qartë. Ecja e përditshme është fantastike për shëndetin në përgjithësi, pa diskutim, por mund të mos jetë e mjaftueshme për të aktivizuar me të vërtetë atë pompën e pulpave. Për ta vënë gjakun në lëvizje me forcë, lart kundër gravitetit, na duhen ushtrime më të synuara. Lëvizje që e shtrydhin gjakun nga venat e thella. Dhe nuk ka pse të jetë diçka e komplikuar, as pak. Shikoni këtë. Pompime të thjeshta të kyçit të këmbës. Këtë mund ta bëni edhe tani, ulur në karrige. Thjesht lëvizni këmbën lart e poshtë. Është fiks si të shtypesh lehtë pedalinë e gazit për qarkullimin. Një mënyrë super e lehtë dhe efektive për të aktivizuar venat e thella edhe kur jeni ulur. Doni të kaloni në një nivel tjetër? Provoni ngritjen e themrave me mbështetje. Ky ushtrim forcon drejt për drejt muskujt e pulpave. Pikërisht zemrën e dytë. Mjafton të qëndroni në këmbë, mund të mbajeni të një karrige për ekuilibër dhe të ngriheni në maj të gishtave. Kaq, në atë moment i keni angazhuar fuqishëm ata muskuj dhe i keni dhënë një shtytje të fortë qarkullimit të gjakut. Ndërsa për një shtrierje që përfshin gjithë trupin, pozicioni downward dog është thjesht fantastik. Siç e shihni, niseni në pozicionin me 4 pika mbështetje, pastaj ngrini ijet lart e prapa, ndërsa shtyni thembrat drejt dyshemes, jo vetëm që po shtrini pulpat dhe pjesën e pasme të kofshëve, por po përdorni edhe gravitetin në favorin tuaj, po ndihmoni gjakun të rrjedhë nga këmbët drejt zemrës dhe trurit, një fitore e dyfisht. Dhe e dini çfarë? Kjo nuk është thjesht teori apo hamendësim. Përfitimet e këtyre ushtrimeve mbështeten plotësisht nga kërkimet të shumta shkencore. Ja, hidhini një sy kësaj. Një meta-analizë gjigante që përfshiu 42 studime të ndryshme zbuloi se ushtrimet aerobike e përmirësojnë ndjeshëm atë ngurtësimin arterial për të cilin folëm. E thënë thjesht, aktiviteti i vazhdueshëm aerobik i bën autostradat tona të qarkullimit më elastike dhe më efikase. Dhe kjo vlen veçanërisht për ata që i kanë arteriet pak më të ngurta. Pra, është një provë shkencore e pakundërshtueshme. Mirë, por lëvizja është vetëm një pjesë e figurës së madhe. Për të ndërtuar një qarkullim vërtet të shëndetshëm, duhet mendojmë edhe për karburantin që japim trupit ton, sepse besojeni ose jo, ajo që ham luan një rol absolutisht jetik. Le të flasim për një element kyç këtu, oksidi nitrik. Ky është një përbërës natyral që e prodhon vetë trupi dhe puna e tij është të thotë enëve të gjakut të relaksohen dhe të zgjerohen. Imagjinojeni si një kontrollor trafiku që hap korsi shtesë në autostradë, duke bërë qarkullimin e gjakut shumë më të lehtë. Dhe pjesa më e bukur, disa ushqime specifike e ndihmojnë trupin të prodhojë më shumë prej tij. E pra, cilat janë këto ushqime? Për shembull, panxari është një super yll në këtë fushë. Është plot me nitrate të cilat trupi i kthen oksid nitrik. Pastaj kemi manaferrat, plot me antioksidantë të fuqishëm që quhen antocianina. Të dyja këto janë thjesht kampion për të ndihmuar enët e gjakut të relaksohen dhe madje për të ulur tensionin. Dhe lista vazhdon. Mund të shtojmë këtu peshkun e yndyrshëm si salmoni apo skumbria, për acidet yndyërore omega 3.
pastaj shega, hudhra, arrat, perimet me gjethe jeshile si spinaçi, agrumet, të gjitha këto kontribuojnë në një shëndet më të mirë të enëve të gjakut. Dakord, pra folëm për lëvizjen dhe ushqimin, por ka edhe një element të tretë, zakonet e thjeshta të përditshmes. Do të habiteshit se çfarë ndikimi të madh pozitiv mund të kenë disa rregullime të vogla në rutinën tonë. Për shembull, një zakon kaq i thjesht, ngritja e këmbëve. Kur jeni duke pushuar, thjesht vendoseni këmbët mbi disa jastëk, pak më lart se niveli i ijeve. Ky veprim i vogël përdor gravitetin për të ndihmuar gjakun të kthehet më lehtë në zemër, redukton ëndjen dhe presionin pa asnjë mundim. Dhe gjitha kjo është pjesë e një pakete të plotë. Pra ngritja e këmbëve, mbajtja një diete të ekuilibruar, zgjedhja e këpucëve të rehatshme dhe patjetër shmangja e duhanit, që është jashtëzakonisht i dëmshëm. Këto zangone të vogla, por kaq të fuqishme, mbështesin të gjithë sistemin e qarkullimit dhe i bojnë efektet e dietës dhe ushtrimeve edhe më të mëdha. Pra, ta përmbledhim. Në thelb, gjithçka reduktohet në 3 shtylla kryesore për një qarkullim më të mirë. E para, lëvizni. Përdorni ushtrime të synuara për të aktivizuar zemrën e dytë. E dyta, ushqehuni. Hani ushqime që ndihmojnë enet e gjakut të relaksohen. Dhe e treta, përmirësoni. Integroni zakonet e thjeshta si ngritja e këmbëve në përditshmërinë tuaj. Pra, siç e shihni, nuk bëhet fjalë për masa drastike, por për një fokus të vazhdueshëm në këto 3 fusha. Ndaj, pyetja e vërtetë është cili është hapi i parë i vogël që mund të hidhet sot për të riaktivizuar këtë zemër të dytë, sepse rrugëtimi i drejt një vitaliteti më të mirë nuk fillon me një maraton, por me një veprim të vetëm dhe të dërgjeshëm.